Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin në Monitor TV. Dua të vi sot pranë jush me lajmet edhe me ngjarjet më të fundit. Unë e di që ju jeni entuziast të dëgjoni çdo gjë që ka të bëjë rreth Mateos edhe Brikenës. Mateo, këto ditë nuk është se ka qenë shumë i zëshëm në Instagram, nuk është se ka postuar shumë gjëra, do të thënë ndryshe nga Brikena që ka qenë pak më aktive, ka qenë pak më, do të thënë i ka kushtuar pak më shumë kohë Instagramit, platformës së saj digjitale. Mateo ka qenë pak më ndryshe, siç duket ka përzgjedhur që të jetë më larg kësaj zhurmës së madhe që po bëhet për jetën e tyre, që po bëhet për marrëdhënien e Brikenës edhe Mateos. Pyetjet në fakt kanë qenë të shumta, se si është marrëdhënia e tyre, çfarë po ndodh mes tyre, por siç duket çifti ka vendosur që të mos të bëj asnjë gjë publike, që të mos të nxjerrë, domethënë detaje publike rreth marrëdhënies së tyre. Dikur ishte shumë aktive. Motra e Mateos, Casey Bori, kishte një fanbase të gjerë, kishte një Instagram shumë të madh, domethënë kishte një ndjekje tepër të madhe, por siç duket Casey dëshiroi që të largohet nga vëmendja publike dhe e mbylli Instagramin e saj me pothuajse 30.000 followersa. Nga ana tjetër, edhe Mateo nuk është se publikonte shumë foto nga Casey, do me thënë ishte pikpyetje e madhe pse Brikena nuk shkoi në ditëlindje të kunatës së saj, mos ka nisur aty krisja, por jo, Casey e priti me lule, në familjen e Mateos ishte jashtëzakonisht e afërt Brikena, por siç duket edhe Casey dëshiron që të gjuan ca thumba. Nëse hidhemi tek TikToku i Caseyt, do të dëgjojmë disa video me ca këngë që Casey në fakt ka bërë për TikTokun e saj, ku shumica e publikut i kanë marrë si goditje për Brikenën. Unë nuk e besoj në fakt që këto video kanë qenë si goditje për Brikenën, ndoshta edhe Casey e ka shfrytzuar mundësinë tani që është koha e klikimeve për të bërë pak virale në rrjetet sociale, sepse ndoshta e ka edhe të ndaluar nga Mateo që të jetë shumë aktive në rrjetet sociale dhe kjo gjëja ndoshta pak ja ndalën Caseyt ëndrrën dhe dëshirën për të qenë pjesë e influencerëve të rrjeteve sociale, por gjithsesi unë nuk e besoj që Casey ka dashur që me këto këngë ti adresohet Brikenës apo ti gjuan kungja thënë shqip Brikenës. Por gjithsesi, ajo sot ka qenë shumë e lumtur, ka postuar fotografi dhe momente me vllaun e saj, që duke që të dy janë shumë të gëzuar dhe po e shijojnë pafund momentin.